Shumica e njerëzve e keq kuptojnë momentin kur Zoti bllokon rrugën drejt pemës së jetës. Ata mendojnë se kjo bëhet nga zemrimi, kontrolli ose ndëshkimi, por shpirtërisht, metafizikisht, është mëshirë. Kur Adami dhe Eva zgjohen ndaj njohjes së së mirës dhe së keqes, ata hynë në dualitet, mendja ndahet në vete, zemra tërhiqet mes të kundërtave, e vërteta shihet përmes këndeve të pafundme që ndryshojnë. Dualiteti është i bukur, por është i paqëndrueshëm. Është një urë, jo një destinacion. Nëse një vedi e coptuar merr nga pema e jetës, ajo bëhet vedi e përjetshme në një gjendje të coptuar. Kjo nuk është ndriçim, kjo është vujtja e përjetshme. Prandaj Zoti e mbyll rrugën jo për ta mbajtur njerëzimin të vogël, por për të parandaluar shpirtin të mbyllet me një gjendje që ende nuk mund ta mbajë. Dëbimi nga Edeni nuk është dëbim nga Zoti. Është mbrojtje derisa të mund të kthehemi të plot. Të kujtojmë si të kthehemi të plot. Dhe në momentin që ndalon së ndjekuri çerekët e pafund, në momentin që ndalon së kërkuari identitet përmes polaritetit, në momentin që hijet ndalojnë së tërhequri ty, është pema e jetës që rishfaqet, jo si një vend, po si një gjendje. Kthimi në Eden është shembja e dualitetit brenda peje. Rruga e daljes bëhet rruga e kthimit përmes kujtimit